89.1% e popullsisë shqiptare vuan nga hipertensioni arterial. Janë këto të dhënat më të fundit të dela nga Instituti i Shëndetit Publik. Sipas mikëve specialist, faktorët të cilët ndikojnë në shfaqjen e tij janë disa. Kohët e fundit kemi vënë një shtim të rasteve të reja me hipertension, sidomos kjo dhe tek moshat e reja. Vë theksin këtu stilit të jetesës, abuzimit me duanin dhe alkoolin, që ka rritur numrin e këtyre rasteve. Gjithashtu mikët nënvizojnë se trajtimi vazhdueshëm dhe i rregullt është thelbësor, jo vetëm për të mbajtur tensionin nën kontroll, por edhe për të parandaluar dëmtimet të organeve jetësore. Është e nevojshme që ky hipertension të mjekohet në kohë dhe në mënyrën e duhur për të shmangur dëmtimet e organeve target, siç janë dëmtimet e zemrës, dëmtimet e veshkave apo dëmtimet e tjera vaskulare. Është shumë e rëndësishme që pacienti të marrë mjekimin në mënyrë të rregullt, sepse shohim shumë pacientë të cilët me kokën e tyre ndërpresin mjekimin e hipertensionit. Disa pacientë kanë një fobi shumë të madhe që të marrin mjekimin e duhur për një kohë të gjatë. Po nga ana tjetër, hipertensioni nuk mjekohet vetëm me një bar. Është ajo që ne themi polifarmacia, që duhen disa medikamente për ta stabilizuar atë. Specialistët rekomandojnë kryerje të aktivitetit fizik, ushqime sa më të shëndetshme dhe evitimin e alkoolit e cigares. Të ndryshojnë stilin e jetesës, të përqasen një dietë mesdhetare, të ulin përdorimin e kripës, të shtojnë aktivitetin fizik, shumë e rëndësishme aktiviteti fizik, dhe pacientët ose personat të cilën kanë një histori familjare për hipertension, ta përqasin më shumë një stil jetese më adekuat. Muaj maj shërben për ndërgjegjësimin e popullatës, për monitorimin e presionit të lartë arterial dhe parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare.